Allah thot në Kur'an: "Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah është ai i cili e krijoi vdekjen dhe jetën për t'ju sprovuar se cili prej jush është ahsanu amala, cili ka me bo vepra më të mira. Ne në këtë dunjë kemi test, mu testua. Cili prej neve do të vepron vepra më të mira. Këtë dunjë është, më thonë, dunjë e testimit. Allahu e ka pru këtë dunjë me na testu. E ai cili i respekton urdhët e Allahut dhe largohet prej mëkateve, jeton si musliman, ka fituar. Kjo është fitoria më e madhe. Suksesi më i madh këtë dunjë është që jetosh si musliman. Ta besosh Allahun, ta falësh namazin, ta përmendish Allahun, ta dush pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, shkosh rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu thot në ajetin tjetër: "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Çdo shpirt ka me shiu vdekje. Cili prej neve? Edhe me do të vdekja është e rënda. Por Allahu ja lehtëson besimtar. Dhaika ka me shiu agoninë e vdekjes, i thinën e vdekjes. Wa idha ma tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. Dhe pastaj thot pas vdekjes thot do t'i mirëni thot shpërblimet në ditën e gjykimit. Pra ose keni mu shpërblim për veprat e mira që keni bërë, ose do të dënoni nëse s'keni qenë në rrugën e Allahut azza wa jalla. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Kush shpëton prej zjarrit të xhenemit dhe hyn xhenet, ky person me të vërtet ka fitu. Ka kohë një sukses të madh. Kjo është suksesi më i madh. Ta njohësh Allahun këtë dunjë. Ti bësh sejdë Allahut azza wa jalla. E kush i bën këto, Allahu nuk ja humb mundin asnjëherë. Pastaj në fund thotë: "Wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur." Jeta e kësaj bote nuk është tjetër përveç se gjë një kënaqësi mashtruese. Meta, kënaqësia. Ka një lloj kënaqësisë. Dhe ghururet mashtron. Disa njerëz mashtrohen mas kësaj kënaqësisë të vogël. Kurse kënaqësia e vërtetë është kënaqësia e ahiretit. Kënaqësia më e madhe kur ta shohim Allahun azza wa jalla. Thot Allahu kanë wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Në adit ka fitira të ndërgjuara tek Allahu